Anira, të përshëndes. Përshëndetje. Anira, kjo është një javë e nxehtë paktën në duke të parë. Megjithatë, ju keni të dhënat, keni detaje të thelluara, si do të jetë, si do të vijojë? Do të vijojë me temperatura relativisht të larta. Edhe këto 2 javë të shtatorit pritet që të jenë me temperatura të luhatën rreth këtyre vlerave që kanë qenë gjatë këtyre ditëve. Maksimalet kanë regjistruar deri në 30-31 gradë, sa i takon zonave të ulta. Sigurisht që edhe temperaturat e natës kanë pësuar një rënje, ndryshe nga gushti, por sërish vijojnë të qëndrojnë mbi vlerat mesatare të për muajin shtator. Pritet që të mbyllet me temperatura pra relativisht të larta, një muaj shtator i cili regjistron sërish temperatura mbi mesatare, si çdo muaj i këtij viti 2025. Nuk presim që të kemi rreshje përgjatë kësaj jave. Sigurisht që as problematika sa i takon motit, përveç pjesës temperaturave të cilat do të jenë të larta, dhe në fundin e muajit presim që të kemi 1 apo 2 ditë me rreshje nga data 29-30, por është akoma shpejt për të folur për detaje. Presim ditë me mot të thjellët, do të kemi praninë e rrezeve të diellit, temperaturat për gjatë ditës së sotme, presim që maksimalet edhe për nesër maksimalet të shënojnë deri në 29, më pas për gjatë javës do të shënojnë sërish temperatura 30-31 gradë. Pra vijojnë të qëndrojnë kushte të favorshme sa i takon shfrytëzimit të turizmit. Pra, ne, Anira, do të kemi gjatë gjithë kësaj jave, përfshirë edhe fundjavën, një mot të mirë dhe të favorshëm. Ajo që, nuk e di, bëm përshtypje është fakti që ne nuk kemi asnjë erë e cila realisht nuk sjell problematika, si në vijën bregtare, si në lundrim, si në valzim, pra dallgët e detit, duket se ky shtator është dorë lëshuar për ata që kanë programuar pushimet, por edhe për biznesin, i cili vijon me ato politika të bindse, pavarësisht se ne jemi rikthyer rutinave për shkak të zhvillimeve jo pak të rëndësishme. Nuk pres problematika, as i takon elementit të erë, pasi do të vijojë të fryjë lehtë deri mesatare. Janë kushtet të qetë atmosferike, nuk presim që të kemi problematika sa i takon motit për këtyre ditëve. Përveç pjesës që e thash temperaturave të vijon të qëndrojë zjarr, nuk duhet të ruar, pasi për shkak të këtyre temperaturave vijojnë të qëndrojnë e ruar sa i takon rrezikut zjarreve, qarku i Korçës, i Vlorës dhe qarku i Bergamës. Anira, unë të falenderoj për gjithë sa solle në vëmendje, të përshëndes.